Në Petrovec të Shkupit u prezantuan 17 automjetet e blinduara Stryker, që janë siguruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se këto automjete do të forcojnë ndjeshëm kapacitetet e ushtrisë. I pyetur për gjendjen e sigurisë në vend në kontekstin e luftës në lindjen e mesme, ai theksoi se situata është stabile dhe nën kontroll të plotë. Situata është stabile, pa luajtje të theksuara, e kemi plotësisht nën kontroll. Natyrisht, sfida gjithmonë do të ketë, por ne jemi këtu për t'i ndjekur dhe për të reaguar nëse është e nevojshme. E ngarkuara me punë në ambasadën e SBA-s në vend, Nicole Burns e cilësoi këtë si një ditë të rëndësishme për Maqedoninë e Veriut dhe për NATO-n, si dhe për sigurinë e përbashkët. North Macedonia takes a real and visible step. Me ardhjen e këtyre automjeteve të blinduara për këmbësorin Skrajter dhe me dorëzimin e plot të 42 mjeteve deri në këtë verë, Maqedonia e Veriut po bën një hap të dukshëm përpara në modernizimin e forcave të saj ushtarake dhe në forcimin e rolit të saj në aleancë. Ky program është bashkëfinancuar nga Maqedonia e Veriut dhe SBA-t dhe tregon se çfarë mund të arrijmë kur investojmë së bashku në mbrojtjen kolektive. Furnizimi me 54 automjete Stryker ishte miratuar nga Departamenti Amerikan I Shtetit në mars të vitit 2021. Projekti është me vlerë $210 milion dhe paraqet pjesë të planit afatgjat për zhvillimin e aftësive mbrojtëse të vendit konform standardeve të NATO-s.